Ai përveç se ishte violinist, ishte edhe kitarist i jashtëzakonshëm. Kishte diçka që Zoti ja kishte dhënë që ai kur luante instrumentin i zgjateshin gishtat. Kishte në fakt ajo ishte një lloj smundje, ja? Nuk ishte një smundje, por kockat e tij zgjateshin dhe arrinte që të bënte pasazhe shumë të vështira, prandaj dhe janë shumë të vështira për violinistët dhe për muzikantët e ndryshëm, sepse arrinte që të kapte pasazhe, si më thon, në vend që të ecte siç ecin njerëz normal, ai bënte 10 metra me një hap, për ta thënë në mënyrë shumë të thjeshtë dhe për të kuptuar. Ka jetuar në të njëjtën periudhë kur dhe opera italiane ka qenë shumë e famshme, edhe motivet e Rossinit për shembull që neve i kemi, i këndojmë, shpeshherë nuk e dinë që janë ato, edhe në këngët që sot bëhen shumë të famshme, ka shumë këngëtarë sot që i marrin këto tema, bëhen të famshëm, por në fakt nuk i përkasin atyre, sepse nuk i njihet më drejta e autorit, që është shumë e rëndësishme drejta e autorit. Sepse është diçka që i përket personit dhe gjenive të ndryshëm që sjellin në botën tonë dhe në botën e kulturës, sjellin diferencën. Në fund fare, ajo që ngjelet në çdo shoqëri është kultura dhe ajo që ne sjellim dhe që lëm pas nesh. Është një motiv. Dhe kjo dhe në muzikë dhe në të gjitha artet është shumë e prekshme. Sot kam zgjedhur, do të filloj me një kapriç Paganini që quhet Marshi. Pse Marshi? Sepse ka tamam ato sensin atyre marsheve, nuk dua të kujtoj ato një man që bëhesh e një një kohë, por gjithmonë, domethënë, është një hap i Marshit, edhe është numri 14 i Paganinit. Shpeshherë Paganini e mendon shumë të vështirë, por Paganini ishte një person që i vinte shumë thjesht. Ti bënte gjëra të vështira, të lehta. Uroj që dhe për juve do të jetë shumë e lehta të dëgjoni dhe ta pëlqeni. Një diçka tjetër që desha thoja, Albana kishte një mendim fantastik që të bëheshe koncerti jashtë në natyrën tuaj mrekullueshme, që Zoti ja ka falur, siç jeni dhe juve. Mirëpo problemi është që është një instrument i 1700-s, një quhet, domethënë, në Itali ka lindur shkolla se duhet mendoni që ky është thjesht një dru. Është një dru që kur pritet ka ato venat e tij dhe në bazë të venave ka vibrimin e tij, sepse natyra vibron siç vibrojmë ne njerëzit. Edhe ritmi lind me njeriu. Se një gjë e parë që dëgjon një në barkun e vet janë ato është ai metronomi i zemrës së një fëmie dhe kjo lind në çdo gjë që është në natyrë. Edhe nga ajo del violina dhe violina brenda vetes ka një shpirt të vogël, që po mos ta ketë atë shpirtin nuk do të kishte asnjë lloj vibrimi. Dhe bëhet pastaj një instrument që vibron. Kështu që uroj që këto gjëra sot t'ju arrijnë sa më afër. Ai instrumenti e bën që të futen në brenda. No, u futon brenda sepse dielli do t'i bënte, do t'ja merrte një çik shpirtin, kështu që normal që duhet t'i preservojmë gjërat e bukura dhe t'i mbajmë shumë të shtrenjta. Okej, kapriç 14, Marta.
Mami pse ka që emocionuar? Po dhe ti mos e shikova. Për miq tanë. Unë me Suelën unë njihem gjithë jetën. Domethënë gjithë jetën me Suelën. Se Suela është më e re. Ku njihem? Sepse teta Greta ka qenë mësuesja ime e muzikës edhe mika jonë e familjes. Atëherë, përpara disa vitesh, unë shkruajta një libër që quhet Bisedë me 10 miq. Dhe një nga miqt ishte mësuesja ime e muzikës. Dhe e filloj aty dhe them që sipas Nietzsches, jeta pa muzikë do të ishte një gabim. Dhe për mua, gjithçka që lidhet me muzikën nuk është futur as nga prindrit, as nga radio, nga televizioni, po më mbaj mend që unë ulesha, sa po shkoja në shkollë, ulesha në bankën e parë dhe vetëm rinja shikoja. Mësuese Gretën ku na jepte lëndën e muzikës. Se ishte dhe shumë e bukur, është shumë me të dhe me ardhe dhe bukuria. Dhe nuk është se definoj vetëm se si u lidha me muzikën, ajo është e vërtet definoj edhe se si u lidha me bukurinë, gjithë koncepti i bukurisë. Atëherë, me një lloj kuptimi, Suela është vazhdimësia e mësuese Gretës, me një ndryshim, që në ato vite, për arsye të diktaturës, e cila nganjëherë ndrylte njerëzit, dhe nuk i linte atë shpirtin e vet që të zhvilloheshe në fundit, teta Greta nuk arriti. Megjithatë, në shpirtin tim e gjitha ke ju. Do ta them. Atëherë teta Greta vetëm duhet jepte mësim dhe nuk shkoi në konservator dhe për fat na u dedikua neve. Atëherë një lloj kuptimi Suela ishte e programuar që do bëheshe violiniste. Megjithatë pyetja është për tani është për teta Greta. Kur e dëgjon Suela që luan, emocionohesh shumë. Duket shpirti im brenda Suelës, po Suela shumë më brava se unë, shumë e mirë. Era parte ma thotë. Ai e Kali, se të më mbyllesh, edhe e Kali. Më në fund sepse gjithmonë kur vinte fjala, ishte super kritike për Suela. Do ta korrigjonte në çdo gjë. Edhe sot ma tha, mami, atyre shoqeve të mia, si thonja se vinin ato, ke brava sa e mirë që është. Thosha jo, diku aty nuk kishte këtë. Edhe tha, mami, si s'ke thënë njerë, bravo, shumë. E kalon për këtu, në rregull. Atëherë, vazhdojmë me pjesën tjetër? Patjetër, nëse keni për të bërë pyetje, pa diskutimin disë një pjesë edhe një tjetër, unë kam zgjedhur pjesë të shkurtra dhe jo shumë të, më thëmë janë besoj të lehta për digjimin. Tani do të vazhdojmë me kapriçin e radhës, është kapriçi numër 20. Capriccio në italisht do të thotë dikush që bën tamam siç themi neve, po mirë, po pse nuk të pëlqen ta bësh kështu? Është, janë domethënë si ato fëmijët që kanë ato fantazinë e bukur të tyre dhe gjërat i shohin në 10 mënyra të ndryshme dhe i thua, po pse po e bën këtë gjë kështu? Këtë capriccio, domethënë këtë gjë. Kështu janë dhe këto 24 capriccio që ka bërë Paganini, sepse ai donte të sillte tamam atë ndjesinë e karakterit njerëzor në çdo lloj moshe. Ky capriccio ka një teknikë që quhet trill. Trilli është diçka shumë e shpejtë, kur dikush flet shumë shpejt, edhe thua prit se nuk kuptova, ma thua edhe një herë. Kështu që ndërpërmjet muzikës neve kemi gjithë emocionet tona të përkthyera në nota. Okay.
Thank you.